Çka ndodh me PDK-n mundësin e një koalicioni me VV-n? Çka bën Eman Ramoni? Unë po flas se Eman Ramoni nuk ka vot për koalicionin PDK vetëvendosje në asnjë mënyrë, asnjë rrethon. Unë mendoj që ky pushtet për 6 vjet e ka dëshmuar që nuk ka vendin ndaj dobi dhe është jashtëzakonisht e dobishme edhe për vetëvendosjen, edhe për vendin që këta më shkuan në opozitë. Nuk ka asnjë indikator që tregon që kemi përmirësim në ekonomi, që kemi përmirësim në drejtësi, që kemi përmirësim në arsim, që kemi përmirësim në shëndetësi, asnjë nivel përveç rritjes së buxhetit për organizatat jo qeveritare dhe për shpenzimin e mjeteve të pakontrollueshme blerjes së energjisë, domethënë importit mbi 1 miliard euro për këtë periudhë, nuk di diçka tjetër çka ka bëu, edhe për urimet të atina asoj vadës të cilën e bënën gjatë fushatës zgjedhore e që e ka ndalë ujin me njerë. Je shumë i padrejt. Në aq mashtrim. Je shumë i padrejt, Eman Ramoni. Pse ku marru diçka? Po, urën e Staradronit. Po thash mos po i bëj shumë reklam edhe ka lënë 60% që po e don zotëri Ramaboja. Unë po them në aq mashtrim kalohet, saqë para disa dite njëna prej ministreve kish bo një video të pastrimit në Beturinave këtu afër, madje shumë afër, vjerure nështë janë 1 kilometër, në Trud, për pastrimin e sajna shkoj mbas 1 dite edhe shoqi në Beturinat aty. Qysh i kanë marrë mundin me marrë me qunë një bager, vish me bo një video edhe me hek bagerin edhe me lonë në Beturinat aty, që kjo është shpërfaqje, do më thonë kështu pasqyrë reale e këtij pushteti. Është mashtrim, është iluzion. Nuk ka në përmbajtje asnjë gjë, në asnjë aspekt. Vetë na tregon zotëri Ramaboja ku jemi më mirë. Ky flet ka mungesë studentave, ku kanë shkuar profesorata studentë. Nuk jetojnë në Kosovë. 6 vjet në pushtet. Asnjë qeverisje nuk ka zgjatur 6 vjet. 20 miliardë euro buxhet. Unë personalisht kam kërkuar që pagat në 2021 të më bë paga minimale 500 euro. Për shkak që e kum ditë që kanë me ikë 3. Ti e bën vitin kur shkon 2 herë në zgjedhje vitin 2025. Kom kërku me u dyfishu pensionit, kom kërku me u rrit pagesa për nonat Leona. Kur i kanë bo? I kanë bo mas 4 viteve kur kanë shku edhe panë që i ronë prej 51% në 42% e rezultatit. Po faqoni me drejtuesit e vetëvendosjes shtrojani këtë pyetje. Unë jam këtu analist, jo përfaqësues i vetëvendosjes. Analist i vetëvendosjes, nuk je analist. Domethënë, je pjesë e mbrojtjes pushtetit ty. Në cilësinë e analistit të këtu. Ka emrin vetës që shdo mëne është me janë vendosë, unë se këmë dëgjume e të kritiku vendosën. Dhe pitëm, le ti të tregon, cilat janë dobit e kësoj qeverisje, le të mbinë që mja e votin Albin Kurti që këpëtëm ka të shumë. Në cilësinë e analistit kam thënë që 30% e listës kandidatëve për deputet nuk do dujt ishin. Po të kisha qenë në cilësinë e dërgurit vetëvendosjes, nuk kisha guxuar me thonë ashtë.